Erkan Arifi, kryetari i komunës së Likovës, i cili kërkon mandatin e tretë nga banorët e asaj zone, është nga fshati Mateq, ku edhe jeton. Shkollën fillore ka kryer në vendlindje, pastaj ka vazhduar në shkollën e mesme Ismet Jashari, fshati Likov, drejtimi i gjimnazi përgjithshëm. Arsimin e lartë ka kryer në Universitetin Shtetror të Tetovës, Fakultetin Juridik, ndërsa shkallën e dytë të arsimit të lartë në Universitetin Fon, Fakulteti Juridik, drejtimi civil, me çka aktualisht ka titullin Magjistri i shkencave juridike. Është e njohur si mirë disa programeve kompjuterike dhe shumë programeve të tjera, të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e administratës shtetërore, si dhe njohës i mirë i gjuhës së maqedonase dhe gjuhës angleze. Është pjesëmarrës i shumë konferencave dhe trajnimeve të ndryshme, ku fal punës së profesionale dhe përvojës, edhe gjatë konferencave dhe trajnimeve ka marrë shumë certifikata. Me këtë bagazh, Arifi synon që komunës së Likovës t'i ndihmojnë në realizimin e projekteve të cilat i premton. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sonte do të flasim për Likovën, komunë që shtrihet në verilindje të vendit, që ndan kodrat e Karadakut me fushat e Kumanovës. Një vend i traditës, vend i punës dhe vend që ka dëshmuar rezistencën. Se çfarë është bë në komunën e Likovës, çfarë nuk është bë, dhe më e rëndësishmja se kjo, çfarë do të bëhet në 4 vitet e ardhshme, ne sonte do të bashkëbisedoj me kandidatët që garojnë për kryetar komune në Likovë. Prandaj sonte kemi nderin që këtu bashkë me ne në studio të jetë një figurë e njohur tashmë në skenën lokale atje, por edhe përtej, kandidatin nga Aleanca Kombëtare për Integrim, zoti Erkan Arifi. Por për ta shpalosur profilin e zoti Arifit, redaksia e televizionit Shenja ka përgatitur një kronik prezantuese, të cilën ju ftojmë ta ndjekim bashkërisht, pasaj për të rikthyer në studio dhe vazhduar intervistën. Erkan Arifi, kryetari i komunës së Likovës, i cili kërkon mandatin e tretë nga banorët e asaj zone, është nga fshati Mateq, ku edhe jeton. Shkollën fillore ka kryer në vendlindje, pastaj ka vazhduar në shkollën e mesme Ismet Jashari, fshati Likov, drejtimi i gjimnazi përgjithshëm. Arsimin e lartë ka kryer në Universitetin Shtetror të Tetovës, Fakultetin Juridik, ndërsa shkallën e dytë të arsimit të lartë në Universitetin Fon, Fakulteti Juridik, drejtimi civil, me çka aktualisht ka titullin Magjistri i shkencave juridike. Është e njohur si mirë disa programeve kompjuterike dhe shumë programeve të tjera, të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e administratës shtetërore, si dhe njohës i mirë i gjuhës së maqedonase dhe gjuhës angleze. Është pjesëmarrës i shumë konferencave dhe trajnimeve të ndryshme, ku fal punës së profesionale dhe përvojës, edhe gjatë konferencave dhe trajnimeve ka marrë shumë certifikata. Me këtë bagazh, Arifi synon që komunës së Likovës t'i ndihmojnë në realizimin e projekteve të cilat i premton. Zoti Arifi, mirë se erdhët, kënaqësi ju kemi në studio. Mirë si ju gjetëm, pikës pari ju faleminderoj nga zemra për ftesën e juaj. Zgjedhjet lokale tashmë jemi në fushatën zyrtare të zgjedhjeve lokale, edhe pse ju para fushatën e keni filluar shumë më herët se sa kjo zyrtare. Zoti Arifit na thoni kështu me pak fjalë se çfarë ju shtyni ju të hyni sërish në garë, a nuk ju mjaftuan 8 vite, pra 2 mandate për t'i rregulluar problemet e Likovës dhe për t'a përmbushur misionin e juaj si kryetar komune? Sot jemi në televizionin e juaj, ku në bazë të pyetjes së juaj, unë në cilësinë e kryetarit të komunës së Likovës nga viti 2017 dhe deri në vitin 2025, në çdo cikël zgjedhor të cilën e kemi pasur në këtë 2 mandate, kemi hasur në mbështetje absolute nga banorët e komunës tonë, dhe tash kur jemi në prag të zgjedhjeve lokale të vitit 2025, në bazë të kërkesës së banorëve të komunës tonë, në bazë të kërkesës së forumit rinor në komunë të Likovës, në bazë të kërkesës së shoqatave të ndryshme jo qeveritare, dhe strukturës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Likovë, në mënyrë të unifikuar, kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, liderit apo kryetarit të partisë zotri Ali Ahmeti, dhe me të gjithë partnerët e koalicionit nga Aleanca Kombëtare për Integrim, më obliguan dhe më kërkuan që unë të kandidoj për mandatin e tretë në komunë të Likovës. Është pak
pak më ndryshe për arsye se asnjë kandidat më herët nga komuna e Likovës nuk ka kandiduar në mandatin e tretë dhe kjo është një kërkesë nga baza, një kërkesë nga banorët dhe nga partitë politike se unë duhet të jem kandidat dhe për të mirën e banorëve të komunës tonë, unë pranova dhe mënyrë unifikuese me të gjithë strukturët e Aleancës Kombëtare për Integrim i prim këtij procesi dhe me këshilltarët komunal, me kandidatët për këshilltar komunal dhe me kryesuesin e Këshillit Dr. Zekiria Shahinin, ku të gjithë kandidatët në listën e këshilltarëve komunal kemi vendosur që të kenë një biografi të bujshme, një biografi të përsosur dhe gjithë secili nga kandidatët besoni që është më i mirë se tjetri. Me vetmin qëllim që në komunë të Likovës të mbizotroj meritokracia, të mbizotroj aftësia e kandidatëve dhe bashkarisht të jemi në listën fituese, në listën bindëse të zgjedhjeve lokale të vitit 2025. Zoti Arifi, mbas edhe nga pozicioni që keni ushtruar për 8 vite më radhë, ndryshe njiheni edhe si njëri i terenit, pra që qëndroni afër banorëve dhe vazhdimisht jeni në teren. Ngjashëm keni qenë edhe në zgjedhjet e vitit kaluar, pra që lan pas. Si e vëreni dhe si mund ta përshkruani realitetin faktik në komunën e Likovës, nga zgjedhjet nëse krahasoj me zgjedhjet e mëparshme, pra edhe pse ishin parlamentare, përkrahja dhe mobilizimi i qytetarëve është i ngjashëm sikurse në zgjedhjet e vitit kaluar, zgjedhjet parlamentare, apo në këtë zgjedhje ka ndryshuar diçka nga ajo që ju keni vërejtur në teren? Zgjedhjet lokale janë më specifike dhe lidhen drejt për drejt me banorët të cilët jetojnë në ata vendbanime. Dhe unë si kandidat i mundshëm, edhe si kryetari i komunës së Likovës, i cili kam menaxhuar 8 vite, jam munduar në maksimum që çdo ditë qytetarët tanë t'i kenë dier të hapura në institucionin komun, të jem pranë çdo banori si në raste të ndryshme dhe bashkarisht në mënyrë të unifikuar të zgjedhim ajo e cila është më e mira. Të gjitha projektet në komunën e Likovës kanë burimin nga qytetari i jonë, nga forumet të ndryshme, nga shoqatat të ndryshme qeveritare, dhe ju them sinqerisht se jemi në fushat zgjedhore, atmosfera e cila mbizotron në komunë të Likovës, në fshatrat e komunës së Likovës, është jashtëzakonisht e mirë. Kam kërkesa të ndryshme, takime të ndryshme me banorë të cilët edhe nuk përzihen nëpër parti politike dhe besoni që është tepër e mirë ku hasmi çdo ditë në kërkesa për takime të ndryshme, për të shkuar në vizita shtëpiake, për t'i takuar nëpër vendbanime të ndryshme, me vetmin qëllim që bashkarisht duhet të vazhdojmë edhe për një mandat 4 vjeçar. Dhe unë jam faleminderues nga zemra për të gjithë banorët e komunës tonë, për të gjithë shoqatat qeveritare, për të gjithë kryetarët e bashkësive lokale, për të gjithë imamët e xhamive në komunën tonë, të cilët ruajnë rol kyç në përmirësimin dhe avancimin e komunës së Likovës, dhe me të gjithë bashkë pa dallim partive politike, kemi arrit që komunën e Likovës ta kemi në këtë nivel të cilën e kemi edhe sot. Dhe kemi hapur të gjitha shtabet lokale, nga fshati Llojan deri në fshatin Nikushtak, dhe të gjitha shtabet, të gjitha hapësirët nuk i zinshin njerëzit të cilët kishin ardhur që të na takojnë dhe të na hapin për krahje absolute. Po ashtu kishmi takim edhe në hapjen e shtabit zyrtar në Likovë, ku thuaj se ishte një tubim, jo një hapje e shtabit, po ashtu edhe takim me forumin e gruas, ku ishte një numër i jashtëzakonshëm i përkrahësve dhe atyre të cilët mendojnë që ne duhet të menaxhojmë plus 4 vjet. Kur përmendet edhe qytetarët e pavarur që nuk janë fare aktiv në parti politike, përmendet edhe imamët e xhamive, po reflekton që këtë fushat po e zhvilloni mbas edhe përtej vijave, linjave partijake. Përndryshe, zoti Arifi, nga ulëmtimet tona që kemi bërë dhe rezultatet e zgjedhjeve paraprake të vitit 2021 kështu me radhë tutje, në 2 garat e juaj ju keni arrit siguronim fitore bindëse, pra me një diferencë kogja të lartë
prej kundër kandidatëve tjerë që keni pasur në garë. Ajo çfarë është madje që mund të shërbejë edhe si model edhe për kandidatët e kryetarëve të komuneve tjera, nga buron ky besimi qytetarëve që kanë arritur për 2 mandate, flasi për mandatet që keni lënë pas, ju kanë ofruar një besim të palëkundshëm, pra keni arrit të siguroni fitore bindse dhe me diferencë kogja të lartë prej kundër kandidatëve tuaj. Nga buron ky besim i qytetarëve? Keni gjendur një formulë posaçme apo? Zgjedhjet e vitit 2017 të cilat i kishmi, dhe besoni që ata zgjedhje ishin referendum për komunën e Likovës. Dhe arritëm me një rezultat, me një dallim tepër të madh nga kundër kandidatët. Në zgjedhjet e vitit 2021 ishte volosja e punëve dhe veprave të cilat i kishmi realizuar në mandatin e parë. Dhe tash kur jemi në vitin 2025, besoni që kërkesa e cila ka qenë nga autoritetet e ndryshme që unë duhet të kandidoj, edhe pse në fillim unë nuk pranova, për arsye se mendojshna që 8 vite do jenë mjaftueshëm, që duhet të lëshojmë rendin gjeneratave të reja, kemi njerëz dhe kuadër të përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme, por ai unifikim i gjitha strukturave politike atje, ai unifikim i të gjitha autoriteteve të cilët edhe nuk mirën me politikë, të cilët më kanë kërkuar personalisht, kanë kërkuar që ty duhet të jesh kandidat dhe të drejtojsh komunën e Likovës plus 4 vjet, më obliguan dhe më detyruan që të jem kandidat. Unë gjatë mandateve të kaluara jam munduar që pas përmbjelljes së zgjedhjeve lokale të jem kryetari i komunës së Likovës për të gjithë banorët e komunës tonë. Ti shërbej të gjithë banorët e komunës së Likovës në mënyrën më të mirë të mundshme me ata mundësitë të cilët i kemi si komunë rurale. Dhe dyert e komunës së Likovës gjithherë kanë qenë të hapura për çdo banor. Dhe jam munduar që t'i ndihmoj dhe bashkarisht të realizojmë projekte në interes të banorëve të komunës së Likovës. Dhe me të gjitha forumet e bashkësive të ndryshme, me të gjitha autoritetet në komunën e Likovës, edhe ata të cilët asnjëherë nuk mirën me parti politike, unë kam mbështetjen absolute nga ata dhe besoj që ky rezultat do të vuloset më 19 tetor dhe do kemi edhe një dallim edhe më të madh se zgjedhjeve të vitit 2021. Për arsye se edhe atmosfera është krijuar në atë frymë dhe veprat dhe punët të cilat i kemi bën do e vulosin atë më 19 tetor. Me që ju keni qenë kryetar komune për 2 mandate me radhë për 8 vite, ne para se të flasim se çfarë do të bënin 4 vjeçarin e ardhshëm, sigurisht që do të kthehemi në retrospektiv të punëve që janë bërë dhe në realitet punëve që nuk keni arritur të bëni për këto 8 vite. Do të arrivi çka mundeni, si mundeni të përkufizoni 3 projektet me cilat ju do të krenoheshit që keni përfunduar brenda këtyre 2 mandateve. Pra çka mundeni me specifiku saktësisht se çka janë projektet më të mëdha me cilat ose karta identitetit tuaj si kryetar komune për 2 mandate në Likovë. Në komunën e Likovës, si komunë rurale, kemi realizuar shumë projekte kapitale me interes të banorëve të komunës tonë. Ato shka janë më esenciale dhe më të rëndësishme është projekti i pikës kufitare Bellanos Stančić dhe përmbjellja e të gjitha detyrimeve dhe obligimeve të rrugës regionale nga fshati Opaj, Slupçan, Allashec deri në pikën kufitare. Me çka është mundësuar zhvillimi i turizmit malor atje dhe qarkullimi i lirë i njerëzve dhe tash pritet të fillojë edhe qarkullimi i mallrave. Si projekt numër 2 që është kanë mbi prioritetet është projekti i ujësjellësit për tërë vendbanimet e komunës së Likovës, ku kemi arrit që të ndërtojmë filter stacionin mbi fshatin Likovë, objektin sedimental mbi fshatin Likovë, rezervarin e madh prej 1000 kubikësh mbi fshatin Likovë dhe stacionin e pumpimit për tërë vendbanimet e komunës tonë mbi fshatin Likovë. Ndërsa për fshatrat fushor kemi arritur që t'i përmbillmi ujësjellësin në fazën primare dhe sekondare, edhe atë në fshatin Llojan, në fshatin Vaksnic, në fshatin Slupçan,
në fshatin Orizare, në fshatin Likov, në fshatin Mateq, Vishtic, Nikushtak, edhe para 2 javëve filluam projektin e ujësjelësit për fshatin Hotel, ku janë siguruar mjetet, është përgadit projekti, është dhënë leja ndërtimit dhe fazë dhe punët ndërtimore janë në proces e sipër. Ndërsa, 2 fshatra të cilët për momentin i kemi jashtë funksionit, është fshati Opaj dhe fshati Rëpalc, me çka qysh nga qeveria e kaluar, ne kemi dorëzuar në Ministrinë e Ambientit Jetësor aplikimet për këta 2 fshatra, kemi dorëzuar projektet, lejet e ndërtimit, dhe janë pranuar këta 2 projekte, mbi 980.000 euro mjete janë siguruar dhe janë shpallur në gazetë zyrtare, ndërsa për 18 muaj nuk procesohen, nuk administrohen nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Tani, kryetar, sot kur po flasim, a ka ujë të pishëm gjitha fshatrat e komunës së Likovës? Për dallim për këtyre 2 fshatrave që specifikove për shkak të ngecjes. Ne për momentin mund të them me plot përgjegjësi se rrjetet sekundare, rekonstruimin e rezervareve ekzistuese, ndërtimin e rezervareve të reja, varësisht prej fshatit, se çka është dashur në bazë të feasibility studimit, i kemi përfunduar të gjitha punimet. Dhe ne jemi në fazën e kyçjeve në shtëpi të banorëve të komunës së Likovës. Dhe kemi filluar me kyçje në fshatin Likov, fshatin Orizar, fshatin Slupçan, dhe jemi në fazën e kyçjeve edhe në fshatin Vaksinit, Slupçan dhe fshatrat të tjerë, ku kemi apeluar disa herë te banorët e komunës tonë që të dorëzojnë kërkesat deri te ndërmarrja komunale publike Penda, të lidhin kontrata, të bëjmë pagesën për kyçje si në çdo komunë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe ekipet e ndërmarrjes komunale të dalin dhe të kyçin dhe të kenë shërbimin e nevojshëm. Unë dua të them se kësaj padrejësie shekullore i erdhi fundi. Për arsye se kemi edhe lejen për kyçje te Penda e Glazhnjës, ndërsa qyteti i Kumanovës ka lejen për kyçje te Penda e Likovës. Dhe ata në fillim mendojshin se ne bëjmë këtë veprim për qëllime të ndryshme, se për pikë politika. Nuk do ketë uje, ku e di çka, por qëllimi ishte se ne kishmi feasibility studim. Dhe në bazë të feasibility studimit ishmi të orientuar që kyçja të jetë nga Penda e Glazhnjës, që uji të vjene me ramje të lirë në shumicën e vendbanimeve të fshatrave, ku nesër konsumatorëve do ju fakturohet më lirë dhe më mirë. Më në mënyrë ekonomike. Zoti Arifi, kundërkandidati juaj shpesh herë ka përmendur edhe në paraqitjet e tija publike si një ndër kritikat më të mëdha për qeverisjen tuaj për 2 mandate, faktin që zoti Arifi ka koncentruar zhvillimin vetëm në komuna selektive, pra në komuna të caktuar. A zhvilluar në fshatrat të caktuar ndjes. A zhvilluar komuna e Likovës gradualisht ngjashëm gjitha fshatrat tjerë, apo investimet janë konkretizuar posaçërisht në fshatin tuaj ku jetoni, në fshatin Mateq apo në fshatra tjerë ku pretendon edhe kundërkandidati juaj? Të gjitha punimet apo projektet të cilat i kemi realizuar në vendbanimet e komunës tonë, pikë së pari ne si njësi e vetëqeverisjes lokale organizojmë debate të ndryshme. Dhe nga debatet e ndryshme përpilojmë proces verbal dhe propozojmë në seancën e Këshillit Komunal, ku aprovohet programi zhvillimor për 1 vit. Dhe në atë program zhvillimor parashifet prioritetet dhe mundësit për në të ardhmen si projekte prioritare. Ne në të gjitha vendbanimet e komunës tonë kemi realizuar projekte të cilët janë me interes për banorët e komunës tonë. Dhe atë duke filluar nga fshati Llojan, ne kemi ndërtuar rrugën Llojan-Tabanoc, që shkurton afër 5 kilometrash dhe e shpejton qarkullimin Llojan qytet Kumanov. Në atë fshat kemi bërë rregullimin e oborrit në shkollën periferike në fshatin Llojan. Kemi bërë rekonstruimin e shkollës në fshatin Llojan, në shkollën qendrore. Kemi ndërtuar dhe jemi në përfundim e sipër të sallës së sportit në atë shkollë, që mësojnë nxënësit e shkollës fillore
do thotë Dy nga fshati fshatrave, po. Vaksinjse dhe Llojan, dhe kanalizimin i cili ishte prioritet mbi prioritetet, mbi 80% e fshatit Llojan e kemi përfunduar, projektin e Ujësjesit e kemi përfunduar, mbi 29 rrugica bashkëpunim me banorët e komunës tonë i kemi përfunduar dhe kemi vazhduar në fshatin Vaksinjse, ku njëjtë kemi realizuar projekte në interes të banorëve të komunës tonë, në fshatin Slupçan po ashtu, kemi ndërtuar shtratin e lumit, vazhdojmë në ndërtimin e shtratit të lumit ku janë duke u zhvilluar edhe punimet, është bërë rruga Slupçan Orizar, Slupçan në drejtim të fshatit Vaksinjse, është bërë rruga nga xhamia e Epërme në drejtim të varrezave të fshatit të shkollës. Zoti Arifi, për secilin fshat mbase keni më tepër sepse flitet për 8 vite qeverisë. Do të thonë ato pretendime i hodhni si të pavërteta? Shikoni, unë bashkëpunim me Këshillin Komunal, administratën komunale, kemi realizuar në çdo fshat projekte të cilët janë jetike. Ndërsa në fshatin tim ku jetoj, Shtëpia e Kulturës ka qenë deri në vitin 2001 në atë fshat. Dhe ne normal, mbas projektin, mbas lejes së ndërtimit, kemi vazhduar dhe kemi rrëmbullaksuar si projekt dhe kemi lëshuar në përdorim. Që shumë komuna tjera nuk e kanë, komuna rurale, të kenë shtëpi të kulturës, të kenë qendër rinore, të kenë hapësira ku të gjithë shoqatat kulturore, artistike, muzikore, të kenë hapësirat ku të zhvillojnë aktivitetet të ndryshme. Dhe në shtëpinë e kulturës, në hapësirat të cilët gjenden, të gjitha shoqatat në nivel komunal, pa dhënë asnjë denar, i shfrytëzojnë ato hapësira, vetëm që t'i motivojmë dhe t'i nxismi që të zhvillohen edhe më shumë. Po ashtu në fshatin Likov, kemi shkollën e mesme komunale Ismet Jashari, ku kemi 2 drejtime aty, gjimnaz të përgjithshëm dhe është rradh herë të ketë në shkollë një shkollë me drejtim të mjekësisë motër medicinale në një komunë rurale. Dhe ne atë kemi atje. Dhe është një ndër shkollat e vlerësuar nga Ministria e Arsimit, një ndër shkollat e 13 më të mira me kushte infrastrukturore dhe me proces edukativ arsimor më të mirëfillt, më të mirë. Dakord, në këtë drejtim ne po flasim për punë që i keni bë, por natyrisht edhe në 2 programe që keni pasur edhe në vitin 2017, edhe në vitin 2021, por edhe tani në këtë programin tuaj, çfarë premtoni dhe çfarë keni planifikuar të realizoni dhe të ndryshoni, cilat punë dhe projekte vlerësoni që kanë qenë pak 8 vite me i bo dhe tani edhe 4 vite ju duhen për t'i përfunduar në tërësi. Unë po filloj me një temë që është më e prekshme dhe dhimbshme për gjitha komunën në tërësi në nivel vendi, por posaçërisht edhe për komunën e Likovës, kur flasim për nivelin e papunësisë dhe ikjen e të rinjeve si dhëmshmëri pra e potencova që ndodhen gjitha komunën. Në këtë drejtim, cili është plani juaj konkret për shkaktuar dhe për nxitur një zhvillim ekonomik në komunën e Likovës? Duke pas parasysh se komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të kufizuara me kompetenca, edhe atë nuk kemi një decentralizim të mirëfillt, një decentralizim fiskal, sikur që janë komunat në Republikën e Kosovës, komunat në Republikën e Serbisë, konkretisht që kemi bashkëpunim me komunën e Bujanocit dhe komunën e Preshevës, te ne kemi një decentralizim të stagnuar. Edhe na kufizon shumë si komunë, jo vetëm neve, po të gjithë komunat në nivel të përgjithshëm, dhe kështu që ne në bazë të planifikimeve tona, në bazë të kontakteve të tona dhe takimeve me afaristët e biznesit të vogël dhe të mesëm të cilët i kemi në komunën tonë, ju kemi afruar mundësi dhe kushte gjithë secilit nga ata që të investojnë në komunën tonë, duke ju siguruar zonën e lirë industriale afër mullirit Ramadani në fshatin e Kushtak, ku kemi 15 hektarësh aty si zonë të lirë industriale. Që aktualisht është e pashfrytëzueshme. Aktualisht është e pashfrytëzueshme dhe ju kemi ofruar të gjithëve që të investojnë aty. Dhe ajo hapësirë është e hapur për të gjithë investitorët të cilët dojnë që të investojnë aty, plus edhe 25 hektar si tirs zonë, drejtoria tirs zonave, që ka filluar planin urbanistik, që është në një nivel më të lartë,
që do vinë investitor nga shtetet e ndryshme, por ajo mvaret nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga drejtoria e tërë zonave, ku me përgjithësi të madhe e them që 18 muaj aty ajo drejtori nuk e ka lëvizur asnjë gur. Edhe pse kam kërkuar takime atje, jemi takuar, në aspekt administrativ nuk ka lëvizur asnjë fazë ku ju kam drejtuar edhe me shkrim, dhe ajo është për momentin si proces të cilën jemi të stagnuar, ndërsa të zona e lirë industriale, 15 hektarësh janë në A flisni zoti Arivi vetëm për këtë 18 muajt e fundit, po më herët a keni insistuar që të intervenohet aty në atë zonë? Unë edhe më herët, para 5 viteve ka filluar plani urbanistik nga drejtoria e zonave të lira ekonomike. Dhe si proces, tash ku jemi, faz pas faze ku kemi arrit, unë kam kërkuar pavarësisht qeverive, ne të veprojmë dhe të punojmë që një ditë më herët ajo zonë të shpallet zonë e lirë ekonomike. Dhe ajo është e vetmja mundësi, jo vetëm për komunën e Likovës, po edhe në nivel të regionit Veri Lindor, ku ka vendim aty, që duhet të bëhet një ditë më herët. Po ashtu, ne si komunë, kemi inicuar dhe kemi përfunduar zonën e lirë të turizmit malor, mbi fshatin Glazhnje, te penda apo diga e Glazhnjës, ku për zhvillimin e turizmit malor kemi ndalë 10 hektarësh aty, kemi urbanizuar ato vende dhe jemi në fazën e regjistrimit në katastër dhe në Ministrinë e Transportit që nesër të gjithë investitorët të kenë se ku të investojnë. Po ashtu zoti Arifi, se ju po vazhdoni akoma të flisim për punë që i keni bën, ndërkaq ne në interes kohës duhet ta dimë edhe qytetarët se çfarë do të bëjë tutje Erkan Arifi nëse do ta merr besimin e qytetarëve të Likovës. Çështje tjetër që shumë e rëndësishme, ju vetë potencuat që kompetencat apo mekanizmat ekzekutuese në pushtetin lokal janë të kufizuara për shkak të mungesës së një decentralizimi fiskal të mirëfillt. Në këtë drejtim, duke pasur të qartë aktualitetin edhe ekzekutiv, pra edhe qeverinë aktuale, a planifikoni të keni bashkëpunim ngushtë me këtë përbërje qeveritare dhe si do ta vlerësoni këtë bashkëpunim deri tanishëm me qeverinë e re në Maqedoninë e Veriut? Unë personalisht në cilësinë e kryetarit të komunës së Likovës asnjë herë nuk kam bërë dallim se cili ministër është në atë dikaster, apo cili është zëvendëskri ministër apo kryeministër, me vetëm qëllim që projektet të cilat i kemi dhe nevojat e banorëve të komunës së Likovës ti hecim hap pas hapi. Edhe me këtë qeveri, unë kam kërkuar takime, jam drejtuar edhe me shkresa zyrtare në çdo institucion, me prioritetet të cilet i ka komuna e Likovës, me nevojat të cilet i ka komuna e Likovës, me pengesat të cilet i bëhen komunës e Likovës. Vetëm në hapjen e çerdhës sot ditë në nivel komunal në territorin e komunës tonë, 9 muaj nuk na ka dhënë lejen e sistematizimit të vendeve të punës. Jemi detyruar që të shkojmë para ministrisë, të ngrejmë zërin atje. Jemi detyruar që të shkojmë edhe para bashkësisë së njësive të veçiverisjes lokale, ku unë jam antar edhe i bordit drejtues atje. Jemi detyruar të drejtojmë edhe me shkresë zyrtare deri te kryeministri, me vetëm qëllim që ato projekte të cilat ishin të financuara nga banka botërore një ditë më herët të lishohen në përdorim. Me këtë qeveri kemi mungesë dhe ngecje, paramendoni edhe nuk na lejojnë edhe funksionimin e qendrës me nevoja të veçanta në fshatin Orizare, i cili objekt është fenomen i veçantë, ka funksionuar me vite të tëra, ndërsa këtë vit në vitin 2025 nuk funksionon. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale nuk na lejon që ato fëmijë, paramendoni në çfarë kategorie ndjeshme jemi të gatshëm të bëjmë politikë ditore. Dhe sot dhe më ditë, sot të vjen në televizioni juaj të vizitoje, atje dyert janë të mbyllura. Kam kërkesa të ndryshme nga prindër, nga banorë të ndryshëm të cilët i kanë pasur fëmijët atje. Që një ditë më herët ajo qendër duhet të hapet dhe të funksionojë.
Këtë mbase po e dëgjojmë për herë të parë, po a e keni kontaktuar ministrin personalisht ju si kryetar komune dhe ta diskutoni për këtë çështje që është mjaft e ndjeshme për banorët e asaj zone? Unë kam kërkuar Se jo dhe mos takoheni personalisht? Ja, unë nuk më pengon absolut edhe takimin që bëj edhe tjerët punë. Për mua me interes është që ai objekt të funksionojë një ditë më herët. Sikur objekti i Qerdhës, Valbona 2001, që kemi emëruar me martirën dëshmorën më të ri të kombit, ku sot atje kemi 114 fëmijë që ushtrojnë drejtën e edukimit në Qerdhën e dytë. Dakor, po për shkak se në interes kohës, çfarë ju zoti Arifi keni ndërmarrë kundrejt kësaj padrejtësie që është bërë, pra me që ka qenë funksionale dhe tani me këtë përbërje aktuale qeveritare është nxjerrë nga funksioni i kësaj qendre të personave me nevojat veçanta. Çfarë keni bërë ju konkretisht për këtë çështje? Ne si komunë dhe unë si kryetari i komunës së Likovës, edhe më herët kemi siguruar mjete financiare nga buxheti vetanak dhe i kemi ndihmuar në përmbushjen e obligimeve dhe detyrimeve të qendrës, edhe pse s'ka qenë obligimi jonë, por ka qenë obligim i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Unë jam drejtuar me shkresë zyrtare, deri në ministri, deri në qeveri dhe deri në gjitha institucionet të cilët funksionojnë në nivel të shtetit, dhe gjitha arsjetimet janë se jemi në proces të hapjes. Dhe në proces të hapjes tash jemi në muajin tetor dhe të mëhim, dhe paramendoni qendra ende është e mbyllur. Po ashtu, çdo plan urbanistik për fshat që e drejtojmë në për ministri 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, çka është më tragjike? Asnjë denar nuk është ndarë nga buxheti i shtetit, nga buxheti vetanak i shtetit që 18 muaj për ndonjë projekt të komunës së Likovës. Do thotë nga kjo që po pasqyroni, do të thonë tash jemi edhe në koalicion me partinë Aleanca për Shqiptarët të Arben Taravarit. Edhe deputeti zotri Riadi më thotë, 10 projekte i kam propozuar me amandamente në rebalancën e buxhetit e vitit 2024, asnjë nuk është pranuar. Me buxhetin e vitit 2025, njëjtat projekte i kam propozuar, asnjëri as në komision nuk ka kaluar. Do të thonë, për mos ngelimi te kjo, ju flisni për një blokadë qartë nga pushteti ekzekutiv pra nga përbërja aktuale qeveritare kundrejt komunës së Likovës për qëllime mbase partijake. Unë mendoj se si asnjëherë më parë. Dakor. Banorët e komunës së Likovës nuk janë kanë të nënçmuar deri në këtë nivel. Asnjë denar për 18 muaj nuk është ndarë nga buxheti vetanak. Vetëm nga kredia hungareze, ajo është proces në vete. Po mos ndalemi këtu, zoti Arifi. Vetëm dua të sqaroj, është një proces në vete që me vendim të Këshillit Komunal ne i japmi prioritet projekteve të cilët janë në interes të banorëve të komunës tonë. Dhe ata projekte të cilët i kemi realizuar nga kredia hungareze burojnë nga Këshilli Komunal, nga banorët e komunës tonë, dhe nesër ata banorë duhet t'i kthejnë ato mjete. Gjithë banorët, gjithë banorët e komunës, se të gjithë janë taksa pagues. Zoti Arifi, për 8 vite qeverisjen e Likovës, sa çerdhe keni arritur të ndërtoni? Në komunën e Likovës... Vetëm të lutem jemi në minutat e fundit dhe përgjigja duhet të jenë... Në komunën e Likovës, për shkak të fshatrave të cilët janë të shpërndarë nga fshati Llojan deri në fshatin Nikushtak, në bazë të planit ton strategjik social, kemi parapar që të ndërtojnë 3 qerdhe. Edhe atë një në Orizare, e cila është në funksion, që i mbulon fshatrat Slupçan, Orizar, Opaj, Likov, një që kemi ndërtuar në fshatin Mateq, që i mbulon fëmijët e fshatrave Hotel, Mateq, Vishtic, Nakushtak, Ropalc, që gravitojnë përreth fshatit Mateq, dhe atë të cilën e kemi aprovuar planin urbanistik, jemi në përfundim të projektit, ku thëmë të projektit në aspekt administrativ, qerdha e tretë e cila dohet të ndërtohet gjatë mandatit të ardhshëm në mes të fshatit Llojan dhe Vaksnic. Për arsye se nga fshati Llojan deri në fshatin Orizar ke kilometra të bujshëm, ku banorët duhet të shkurtohet koha dhe mundësia. Ndërsa gjatë këtij mandati kemi përfunduar edhe ndërtimin e shtëpisë së kulturës, çka ka qenë kërkesë e të gjithë artistëve dhe kulturë. Mirë. Zoti Arifi, si përgjigjeni akuzave për nepotizëm dhe keq menaxhim të ndër?
banorët e komunës tonë e din dhe janë mësuar të ndëgjojnë në çdo cikël zgjedhor tema të ndryshme, intervista të ndryshme, deklarata të ndryshme nga të gjitha ata të cilët mendojnë ndryshe, dhe ajo nuk është e vërtet absolut, do të thotë çdo procedurë është konform regulativeve ligjore dhe çdo çështje e cila bëhet në përputhje me ligjit. A ka qenë komuna e Likovës në tavolinën negociuese mes BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët? Vetëm ju lutem përgjigje ma drejt për drejta dhe të shkurtëra për shkak se jemi në minutat e fundit. Unë personalisht nuk kam asnjë lloj njohurije, për arsye se unë asnjëherë nuk kam kërkuar me këmbgulje që unë të jem kandidat për kryetar të komunës së Likovës, dhe bisedimet të cilët kanë rrjedhur ndërmjet palëve e kanë vendosur në atë formë që unë duhet të jem kandidat. Gjatë vizitave tuaja tani më në fushatën zyrtare, edhe fshatin Llojan e përmendet, a keni pirë ujë zoti Arifin në fshatin Llojan, ujë për cilën kundër kandidati juaj, pra ka bërë edhe analizë dhe thotë që është i helmuar me arsen, madje një pjesë të ujit kemi parë që u ka sjellë edhe deri te komuna. A keni pirë ujë në fshatin Llojan zoti Arifin? Ne ujësjellsin për fshatin Llojan e kemi përfunduar. E din edhe banorët e komunës së Likovës, edhe banorët e fshatit Llojan. Në atë çezme, edhe unë kam pirë ujë dhe takova rastisht një mësues, më tha sot i kam 83 vjet. 42 vjet kam ushtruar të drejtën e mësuesit në shkollë. Dhe tash për politikë ditore, secili mund të bëjë çka të doje, por ne jemi këtu për të ofruar program dhe zgjidhje më të mirë për banorët e komunës së Likovës. 18 muaj qeverisje në pushtetin qendror, asnjëherë nuk janë kujtuar dhe t'i përgjigjen shkresave të cilët i kemi drejtuar në për institucionet të nivelit qendror, se ajo menjere cila është kompetencë e pushtetit qendror, nuk është kompetencë e pushtetit lokal. Dhe për të pastruar arsenin dhe antimonin, duhet të ndërmarrin masa urgjente ministrit kompetente dhe qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne kemi kërkuar edhe zyrtarisht dhe nuk kemi asnjë përgjigje nga ata. Qytetarët tanë e dinë më së miri dhe vlerësojnë më së miri se kush bën politikë ditore dhe kush ka qenë krah për krah gjatë viteve të kaluara. Zoti Arifi, pse deponia në fshatin Nikushtak nuk u mbyll më herët, po u mbyll tani? Edhe tash nuk është mbyll ajo deponi. Ajo deponi në fshatin Nikushtak, e cila ka ekzistuar dhe ekziston, është sikur 82 deponi në nivel të shtetit, në nivel të komunave, si deponi jo standarde. Edhe ajo deponi e cila për momentin është e mbyllur, me urdhëres të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, e cila është kundërshtim me dispozitat ligjore, dhe ne kemi ankimuar atë urdhëres, për arsye se nuk mundet një kryetar komune ose një ministër në kokën e vete të sjellë një vendim asisoj, për arsye se ligji për menaxhim me mbeturinat në mënyrë taksatative e rregullon mënyrën se si do menaxhojmë mbeturinat. Se edhe ne kemi ditë shumë më herët që ta mbillmi, por qëllimi është se ku ti dërgojsh ato mbeturina. Në bazë të strategjisë, ju lutem, në bazë të strategjisë së regionit Veri Lindor, ku janë da 36 milion euro për ndërtimin e deponisë regionale për reciklim, ajo është zgjidhje e vetme. Ministria e Ambientit Jetësor bie në kundërshtim me aktet të cilët i ka sjellë. Para 20 ditëve sjell kontratë për menaxhim të asaj deponie në periudhë kohore 6 mujore, ndërsa vetëm 20 ditë pas asaj kontrate sjell urdhëres për mbylljen e asaj deponie. Dhe në kontratë shkruan në mënyrë taksative. Unë e kam shpërndar edhe në rrjetet sociale, se deri në ndërtimin e deponisë regionale në Svetin Nikol. Për momentin, situata se unë pse jemi në fushat zgjedhore nuk du t'i gënjej banorët e komunës tonë. Ne për momentin me ministrin kemi një marrëveshje që mbeturinat t'i hudhmi edhe në komunën e Araçinës dhe në komunën e Kumanovës. Unë kam kërkuar që... Zoti Arifi, jemi krejnë fund kërkoj ndjes, po e kemi pa tjetër ta mbyllim me një pyetje të përgjithshme, pse
qytetarët e Likovës duhet t'ju votojnë juve dhe jo kundër kandidatin tuaj me pak fjalë, ju lutem. Unë e kam princip në politikë bërje që të flas vetëm për vetëm personalisht dhe jo për të tjerët. Unë mendoj se gjatë viteve të kaluara kemi qenë në koordinim të përhershëm me të gjithë banorët e komunës së Likovës. Kemi qenë në kontakt të përditshëm dhe dyert e komunës së Likovës kanë qenë të hapura për çdo banor të komunës tonë, për t'i zgjidhur dhe për t'i diskutuar të gjitha hallet dhe brengat të cilat i kemi, dhe unë besoj fuqishëm në banorët e komunës së Likovës, besoj në votën e tyre të shenjtë, se ditën e zgjedhjeve më 19 tetor do na votojnë me një përkrahje maksimale. Faleminderit shumë zotë Arifi që ishit sonte bashkë me neve. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj. Ndërkaq, ju shikues të nderuar, vazhdoni tutje për ta ndjekur dhe intervistën me kandidatin nga koalicioni Vlen, zotin Nejmedin Sadiku, i cili garon pra me mbështetjen e koalicionit Vlen, dhe për dëgjuar profilin e zotit Sadiku, ju ftoj ta ndjekim bashkërisht kronikën e përgatitur nga televizioni Shenja, që pastaj për të rikthyer në studio dhe për të vazhduar intervistën me kundër kandidatin e zotit Arifit. Nejmedin Sadiku ka lindur në fshatin Stupçan të komunës së Likovës. Arsimin fillor e ka kryer në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme në Kumanov ka studiuar pedagogji në degën matematik fizik dhe më pas ka përfunduar studimet në Universitetin e Tetovës, Fakulteti i Matematikës. Sadiku, i cili vjen nga një familje që ka pasur 2 dëshmorë gjatë luftës së vitit 2001 dhe familja ka traditë atletare dhe arsimdashëse. Fillimisht ka punuar si mësues në arsimin fillor dhe më pas në shkollë të mesme me rezultate të spikatura në lëndën e matematikës. Ka qenë i angazhuar në politikë dhe në drejtim të institucioneve shtetërore. Si një matematicient, Sadiku synon që nëse zgjedhet kryetari i komunës së Likovës, do të zgjidhë problemet e banorëve që u tangojnë. Mirë mbroma dhe mirë se erdhët zotit Sadiku në studion e televizionit Shenja. Mirë mbroma dhe mirë se u gjeta, përshëndetje për të gjithë shiqjuesit tuaj të televizionit të Shenja. Zotit Sadiku, ju tani aktualisht jeni kandidat për kryetar komune, fushata zyrtare për zgjedhjet lokale vetë se ka filluar. Ju para se të kandidoni ushtronit pozitën e drejtorit në Agjencinë për Rezervat e Naftës. Pra ishit drejtor, çfarë ju desht të hynin këtë garë dhe çfarë mendoni që keni diçka më të veçantë që t'i ofroni banorëve të Likovës? Sigurisht që kandidatura ime nuk ka qenë rastit, ka qenë një proces më i gjatë ku kanë qenë të involvuar faktorë të ndryshëm politike shoqëror, të cilët në rrethona të caktuara kanë vlerësuar që kandidatura ime do të jetë e qelluara për ta fituar kryetarin e komunës së Likovës. Dhe normalisht që pas analizës sime, së bashku edhe me familjen, unë kam pranuar me përullësi dhe përgjegjësinë më të madhe që t'i futem kandidaturës për ta fituar të parin e komunës. E vërtet është që unë aktualisht jam drejtor, kam qenë një kohë të gjatë mësimdhënës në procesin mësimor edhe në arsimin fillor edhe atë të mesëm, gjithashtu një periudhë kam qenë edhe drejtor tek qendra shtetërore për provime, dhe të gjitha këto përvoja me siguri kanë vlerësuar të tjerët që do të jenë të nevojshme që të jenë një mundësi e mirë për ta fituar komunën. Ju jeni kandidat që mbështeteni nga koalicioni Vlen. A ka harmoni brenda Vlenit në komunën e Likovës? Pas ngjarjeve që ndodhen të largimit të ish kryetarit të Aleancës dhe ngjarjeve të bujshme brenda koalicionit Vlen, ka pas përplasje dhe fërkime që kanë qenë normale, biles njëra ndër arsyet kryesore largimit të tij ka qenë edhe kjo shkaktimi i dëmit kaq të madh që kanë mund t'ia bëjnë Vlenit,
Unë mendoj që ne jemi riorganizu dhe kemi marrë vetën, gjithashtu në kuadër të organizimit tonë është bashkangjit edhe një strukturë e konsiderueshme dhe që ka pesh në teren, Lëvizja Arbëria, dhe tani më funksionojmë të gjithë si një familje me dallimet të vogla dhe qëllimin e përbashkët për të arritur një ndryshim i cili pritet dhe është i nevojshëm, është i domosdoshëm në komunën tonë. Fërkimet e tilla ekzistojnë gjithandej, strukturat i kemi të organizuara mirë, me hierarki duke filluar nga shtabi zgjedhor, gjithashtu edhe gjatë përpilimit të listave, kemi pas një mirëkuptim dhe bashkëpunim ku i kemi ndarë listat në mënyrë proporcionale pa ndonjë shqetësim të madh. Kemi arritur deri këtu ku jemi me të gjitha tiparet e një organizimi politik të mirëfillt, i cili do ta bëjë ndryshimin e shumë pritur në komunën e Likovës. Mbas edhe e keni çështje të imponuar nga pozicioni si kundër kandidati qeverisës aktuale në komunën e Likovës. Ju jeni, do të thotë, njiheni në publik për kritika të shumta dhe të vazhdueshme ndaj qeverisës aktuale në komunën e Likovës, posaçërisht në fjalimet e juaja publike kemi veçuar një pjesë që ju akuzoni kryetarin aktual të komunës që ka bërë ndarje të selektuar, pra ka bërë përzgjedhje të fshatrave në komunën e Likovës ku janë alokuar investimet apo mjetet. Për cilat fshatra e keni konkretisht fjalën zoti Sadiku kur thoni që në komunën e Likovës investimet janë shpërndarë në mënyrë të selektuar? Cilat fshatra të komunës së Likovës janë lënë anash dhe pasdore nga kryetari aktual i komunës së Likovës sipas pretendimeve tuaja? Nuk kisha thonë qeverisja aktuale, por kisha thonë këtë qeverisja aktuale, e cila menaxhohet keq nga kryetari i cili ka 2 mandate dhe pretendon ta fiton mandatin e tretë. Gjatë qeverisjes së tij ka shumë gabime të cilat ne vetëm i kemi prezantuar në opinionin publik. E dini se komuna e Likovës si komunë simbolike dal nga lufta e vitit 2001, cila ka pësu pasoja të mëdha si në aspektin e humbjeve të njerëzve, të pjesës materiale dhe emocionale, ka dhonë shumë për popullin shqiptar në Maqedoni, ndërsa u është kthy shumë pak në investime, në infrastrukturë, ku ende sot banorët e fshatrave të komunës sonë vuajnë nga nevojat elementare, bazike, jetësore. E vërtet është edhe kjo se kanë keq menaxhu dhe kanë keq përdor mjetet, materialen për përfitimet të një grupi të caktuar. Mesin e tyre është edhe vetë kryetari, i cili ne veçmë e kemi akuzu për shpallje të dyfish të tenderave, është ajo edhe zyrtare, ekziston edhe në faqet, po edhe ka promovuar 2 herë. Gjithashtu punësimet familjare të quajtura nepotizëm, ku janë 24 emra të familjes së ngushtë të tij, edhe unë një pyetje, ndoshta edhe shpesh herë kemi bërë publike, nuk e di a ekziston ndonjë antar i familjes së tij që nuk është punësu, po ashtu edhe familje të tjera, të cilët e mbajnë peng komunën për vite të tëra, investimet, siç i thatë ju, në vendet të caktuara, kjo mos i bie që ne jemi kundër investimeve që bëhen në çdo fshat, përkundrazi ne gëzohemi. Pyetja ishte se cilat fshatra janë lënë. Ne gëzohemi në rast se në çdo fshat ndërtohet një çerdhe, ndërtohet një shkollë, një fushë sporti, një sallë sportive, një rrugë, se është për të mirën e banorëve. Por komuna jon, pasi që funksionon si komunë e rurale e fshatrave, ne jemi të vetëdijshëm se nuk është bërë ndarja proporcionale e disa investimeve të cilët kanë mund bëhen edhe në fshatrat tjera. Në një emision debativ që kemi pas me kryetarin, ka qenë edhe kritika pikërisht në këtë drejtim, ku ai investon në sheshin e dëshmorëve në Mateç me vlerë parafërsisht prej 180.000 eurove, ndërsa e përmend sheshin në Slupçan të dëshmorit Beqir Sadiku dhe mburret me atë investim, aty është e vumë vetëm një pllak me emrin e tij. Faktikisht
edhe ne atë që e vlerësojmë se a investim as për së afërmi nuk është me atë realen e cila gjendet në teren. Ka dhe raste të tjera ku vërehet që ka dallime sidomos të fshatrave të caktuara. Por, thash, për shkak të situatës së ndjeshme, ku unë nuk du që ndonjë fshat të ndjehet se ne jemi kundër, ne jemi që çdo fshat të ketë pra një nuk po investim. potenconi me emra Fshatrat? Po. Cilat janë të pasore? Fshati janë avansu ose janë investu shumë projekte, themi në fshatin e Tik Lindjes, në Mateç. Po, thash nuk jemi kundër, por ka mund që një pjesë e atyre investimeve të alokohen edhe në fshatra tjera. Kur përmendet çështjen e nepotizmit dhe punësimit të familjarëve, çfarë po paralemroni zoti Sadiku, nëse ju do të jeni kryetari i jashtëm i komunës me besimin e popullit, a nënkupton apo i paralemroni familjarët tuaj që nuk do të punësohen? Jo, përkundrazi. Edhe këto i bëjmë me dijet opinionit të gjerë. Çdo kush që është punësu, për ne është një vlerë e shtuar edhe një familje e cila ka kriju një mirëqenje. Por, ne insistojmë që ndarja që të bë në mënyrë proporcionale. Pse të punësohen, themi, vetëm prej një rrethi të ngushtë të familjarëve, të cilët kanë pas mundësi të bëjnë ndikim siç është rasti i tij, edhe disa familjeve të tjera, ndërsa familjet të tëra nuk kanë asnjë antar të punësuar. Unë nuk du këtu ta involvoj edhe familjen time ose familje të tjera, dëgjoj edhe diçka këtu të sqarohemi. Unë edhe kam punëtitsu se edhe fëmijë të dëshmorëve kanë marrë rrugën e migrimit. Për shkaqe të mos sigurimit të një vendi të punës dhe krijimit mirëqenies. Ata mos ta ndihin veten në këtë rast absolutisht të nënshmuar, përkundrazi ta ndihin veten krenar se ata nuk kanë pranuar të jenë pjesë e lojrave politike. Ju keni qenë kritik edhe madje me një fokus shumë të rëndësishëm edhe në pjesën e çështjes së ujit të pishëm në komunën e Likovës. Çfarë premtoni ju konkretisht këtë pjesë para se ta tregoni realitetin faktik në komunën e Likovës, që a ka ujë të pishëm gjitha fshatrat e komunës së Likovës dhe çfarë premtoni ju në këtë drejtim? Si do ta rregulloni, sepse nga paraqitjet tuaja publike kemi hasur që ju keni denoncuar një problem shumë serioz çështjen e ujit pishëm dhe si keni paramenduar ju, a mund ta rregulloni këtë çështje brenda një mandati tuaj 4 vjeçar nëse do ta fitoni besimin e popullit? Çështja kryesore për krijimin e mirëqenies është uji pishëm. Nuk është luks uji, është kërkesë, është nevojë. Në komunën e Likovës, me 2 penda, me ujë të mjaftueshëm për të furnizuar, jo vetëm komunën e Likovës, 10 komuna të tilla dhe një pushtet absolut në 2 dekadet e kaluara, edhe në nivel qendror dhe nivel lokal, mos të arrish këtë objektiv kryesore, kjo është një turp. Unë edhe me një paraqitje publike kam thënë, ata duhet kërkojnë falje publike, si i kanë shkaktuar dëme të mëdha kësaj popullate. Mos pasja ujit pishëm, jo që ka dëmtu shëndetin në vazhdimsi të banorëve, por ka dhënë sinjale negative edhe për mërgjimtarët të cilët gjatë verës marrin rrugën për të ardhur. Ne kemi paralemrime plot të tilla ku ata thonë që nuk mund vinë ose familjet të vinë për shkak mungesës së ujit. Pastaj kemi denoncuar dhe kemi argument që uji i pishëm që shfrytëzohet në shkollën fillore në Llojan, mes fshatrave Llojan dhe Vaksinc, është me përbërje të metalit të rënd arsenit. Pastaj merrni shiqoni incizimet e fushatave paraprake, e njëjta retorik është sikurse në vitin 2017, si në vitin 2021, po ashtu edhe në vitin 2025, me të njëjtat premtime. Dëgjoni, ende institucionet vitale, komuna ku
ai punon, ose komuna ku kanë punuar të gjithë kryetarët deri tanishëm, objekti nuk është i kyçur në sistemin e ujit. Shtëpia e shëndetit, jo. Qerdhet, jo. Shkollat, asnjë shkollë. Ne për këtë problematik diskutuam edhe me kundërkandidatin tuaj, zoti Arifi, nga kjo studio tha që tashmë çështja e ujësjellësit ka marrë fund dhe ka përfunduar kjo çështje, ndërsa posaçërisht çështjen e ujit të helmuar në fshatin Llojan, zoti Arifi tha që koalicioni vlen që 18 muaj është në qeverisje dhe janë kompetenca dhe mekanizma të pushtetit qendror që ta rregullojnë këtë problematik që burron nga miniera e fshatit Llojan. Pse zoti Arifi parashtoi pyetje se përse akoma askush nga posaçërisht nga zona e Likovës që janë në pushtetin qendror nuk kanë marrë asnjë iniciativë për sa i përket rregullimit të problematikës me minierën fshatin Llojan, nga ku buron arseni për ku pastaj vijon edhe uji i helmuar. Du ta pyetësh në një rast tjetër, sa kërkesa të tilla ka bërë gjatë kësaj periudhe, asnjë kërkesë nuk e ka bërë. Tjetër, në kompetencat e kujt është kyçja e shkollës në sistemin e ujësjellësit, është në kompetencat të kryetarit. Pastaj, shkolla e Slupçanit, e cila ndër vite vuan nga mungesa e kanalizimit dhe shtëpit për rreth, ndër vite e kanë të njëjtin problematik. Uji pishën po ashtu përmban nitrate. Gjithandej nëpër komunën e Likovës ka raste të tilla ku ata kanë qenë të zënë me punë të tjera në blerjen e banesave dikon, blerjen e tokës, kemi informata aty, informata të sakta, pasurimin marramendës të familjarëve, punësimin e kësi gjëra, ndërsa nuk kanë pas hallin edhe dertin e banorëve. Këta jam i sigurt, këta e din edhe popullata, vetëm nuk kanë arrit ta kuptojnë ende një kategori e njerëzve të cilët ndoshta ndër vite mendojnë ende që struktura e tillë politike mund t'i dërgojë drejt një qeverisje të mirë. Kush ka ble banesa, zoti Sadiku? Plot prej tyre. Kush janë? Plot prej tyre. Me që janë plot, unë po me në disa emra. Këto është çështja e organeve hetuese, sepse i kanë kamuflu, unë këtë nuk du ta them me emër dhe mbi emër, për arsye se mund dalë pastaj prej tyre të kërkojnë edhe përgjegjësi. Por kemi informacionet saktë që i kanë regjistruar në emër të familjarëve ose në emër të dikujt tjetër. Këtë do ta nxjerrim shumë shpejt, edhe do të vërtetojmë. Ne nuk jetojmë në një vend me 2 milion banor ose 5 milion banor, ne jetojmë në fshatra. Çdo fshat e din familjen e caktuar edhe i din personat e caktuar, të cilat në një periudhë kohore nuk kanë pas as kushte elementare jetësore, ndërsa sot kanë shtëpi edhe me lift, kanë shtëpi me qindra mijë euro, kanë jetë luksoze. Ata i dim ne nuk jemi këto, thjesht jemi të jetu jashtë hapësirës kohore. Po, zoti Sadiku, çfarë nuk është bën në komunën e Likovës për gjatë këtyre viteve? Unë mund të them çfarë është bë, a çfarë nuk është bë. Çfarë është bë, na tregoi kryetari aktual i komunës. Ju me që jeni opozit në komunën e Likovës, ne po ju pyesim shumë konkretisht që çfarë nuk është bën në komunën e Likovës, që pastaj gjim deri tek momenti që shohim çfarë nuk është bër. Ajo tema kryesore për cilën edhe bashkë biseduam gjatë kësaj periudhe është mos pasja ujit pishëm. Kjo është elementarja. Do të thonë, urgjentisht duhet të ndërhyjet që kjo problematik një herë të zgjidhet. Pastaj, infrastruktura e mirëfillt me të gjitha tiparet që i takon një infrastrukture të sigurt. Temë kryesore gjatë mandateve të kryetarëve të mëparshëm ka qenë bekatonizimi i rrugëve, që ne përshëndesim atë, përkundrazi themi ka qenë një gjë e mirë. Mirë po, edhe aty ka pas hile. Ne dim lagje të tëra, familje të tëra, thash se ne jetojmë aty, e ngjejmë atë, edhe dim që disa për shkaqe të bingjeve të tyre politike nuk kanë pas mundësi të kyçe, nuk ka pas hile aty. Pastaj
çështja e shumë e rëndësishme edhe e mjedisit jetësor ose e hudhjes mbeturinave ose deponive të egra. Deponia e famshme në fshatin i Kushtak, e cila ndër vite i ka dëmtu si në aspektin shëndetësor, po ashtu edhe të ndoqjes së ambientit, të 3 fshatra të cilët gjenden në afërsi prej 1 kilometri. Ne këtë e kemi marrë me shumë seriozitet dhe me veprim të pushtetit qendror kemi intervenu që ajo plagë e kakmoshme të mbyllet. Është kjo zgjidhje afat shkurte apo afat gjatë? Afat gjatë. Sepse kundër kandidati juaj thotë që deponia në fshatin e Kushtak nuk është mbyllur. Dhe madje potencoi se kemi të bëjmë me një vendim kontradiktor nga Ministria e Mjedisit. Dhe kjo zgjidhje do të thotë më shumë u cilësua si zgjidhje momentale dhe afat shkurte pa pasur një opsion përfundimtar se ku do të hudhen mbeturina, sepse aktualisht në komunën e Haraqinës dhe një pjesë Po, shëgjane, deri tani gjatë gjithë kësaj qeverisje lokale dhe pushtetit absolut, ata kanë pas një komoditet që nuk janë përpjek të gjejnë një zgjidhje adekuate. Ti vejnë nën kontrol spaku, ti menaxhojnë deponit. Deponia e dukshme ka qenë për shkak të asaj se ka qenë edhe për shkak të rrugës regionale, e cila i ka shkaktuar dëm edhe komunikacionit. Ka deponi të tilla gjithandej, duke filluar nga fshati Llojan, Vakcin, Slupçan, Orizare, Likov, gjithandej ka. Nuk janë menaxhu, nuk ka gjetë zgjidhje adekuate që ata të vehen nën kontroll, po janë hudh ku kanë pas dëshirë banorët. Nuk është vu në mbikëqyrjen të drejt për drejt të komunës. Nuk është udhëheq në një fushat sensibilizuese për të rrit ndërgjegjen e popullatës. Ata që i thot kryetari, normalisht unë edhe me një debat televiziv po i bie sikur ai dëshiron prap vazhdoj të hudh mbeturina. Zgjidhje ka, janë 2 zgjidhje aktualisht. Njëra është me transfer stacionin i cili është në Kumanov, me një marrëveshje që duhet dërgohen atje, edhe tjetra është po ashtu me një marrëveshje me komunën e Haraqinës, derisa të arrihet marrëveshja përfundimtare në pranverën e ardhshme te deponia e cila planifikohet për përpunimin e mbeturinave ose riciklimin e tyre në Svetinikov. Do më thoni bie që kjo është zgjidhje afat shkurte dhe jo afat gjate për momentin. Çështja e deponisë në fshatin. Jo, nuk është afat shkurte, është afat gjate. Me që mbeturinat dërgohen në 2 lokacione ndryshme, i bie që është afat shkurte. Ata janë Po zoti Sadiku mos ndalemi shumë te kjo temë sepse kemi edhe tema tjera shumë të rëndësishme për të diskutuar. Në rregull. Çështje tjetër shumë e rëndësishme që është në fakt për secilin kandidat që pretendon për qenë kryetar komune, ajo që u intereson edhe banorëve të komunës Likovës është cilat janë prioritetet tuaja kryesore nëse ju do ta merrni besimin e popullit për qeverisën me komunën e Likovës. Pra, çka keni ju prioritet në komunën e Likovës? Në platformën tonë zgjedhore, ne kemi para pa 14 kapituj. Secili prej kapitujve ka objektivat kryesore, ka afatet e realizimeve dhe të gjitha janë të detajzuara. Ndërkohë, ne i kemi veçu 7 prej tyre. Faktisht ata të cilët që janë që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. E para, siç e potencuam edhe gjatë bashkëbisedimit ton, është ujë të pishëm për çdo familje ose për çdo shtëpi. E dyta është infrastrukturë moderne që lidh të gjitha fshatrat dhe vendbanimet. E treta, që është ajo më e rëndësishme, është zhvillim ekonomik i qëndrueshëm për të sjell investime dhe punësim. Sepse, kemi thonë edhe më herët, deri tani, asnjë investim, sipas regjistrit qendror të investimeve të huaja, nuk ka hyrë në komunën e Likovës. Edhe për shkak tentativave të herpashershme, ata janë refuzuar, ndoshta edhe kemi pas informacione të sakta për shkak të kërkimit ose shantazhimit ose kërkimit të një pjesë të asaj që ata kanë dashur ta investojnë. Pastaj e kemi pikën e 4, e kemi arsim
cilësor, do të thotë krijojmë shkolla me kushte moderne, mjedis të pastër, pra problematika ekologjike, shëndetësi afër qytetarit dhe e fundit, pra e shtata është sport dhe rini të fuqishme. Këtu janë ato 7 prioritetet e para. Me që vini edhe nga fusha e arsimit dhe potencuat që një periudhë gjatë jetës e keni kushtuar arsimit, sa qerë dhe keni planifikuar të ndërtoni në komunën e Likovës? Sipas planit tonë ose planifikimit, ne planifikojmë që të gjitha vendbanimet të kenë qerdhe për shkak të nevojave që i kanë sidomos çiftet e reja, të cilat tash në kushte moderne, shumica prej tyre edhe janë të punësuar ose punojnë dhe kanë nevojë që fëmijët e tyre dikush t'i kujdeset. Ju e dini se fshati Llojan Vaksinc janë shumë larg nga qerdhja në Mateç, kështu që është e pamundur një çift t'i dërgon fëmijët në qerdhen e Mateçit. Vaksinca dhe Llojani duhet ta kenë një qerdhe në mes, siç e kanë edhe shkollën, gjithashtu Slupçani dhe Orizarja, po ashtu Likova, Hotla e gjitha fshatrat tjerë, të gjithë duhet të kenë nga një qerdhe në mesin e tyre. Zoti Sadiku, nga kjo studio, ashtu si që quat ju, po e quaj edhe unë, ish kryetari juaj, Arben Taravari, tha që ka deklaruar kësaj që ju e keni vizituar në Ministrinë e Shëndetësisë Zoti Taravarin dhe nga atje i keni kërkuar mbështetjen e tij dhe miratimin e tij që ju t'jeni kandidat i përbashkët me mbështetjen e Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Likovës. Në prezantimin fillestar që bëm edhe publiku e kuptoje dhe i din ata që ju njohin në atë zonë, që ju me profesion jeni pra profesori matematikës dhe ajo që është e pa kuptim, nuk e dim se si ja keni nxjerrë llogarinë apo si shprehet populli, si e keni bë hesapin që me BDI-n ta luftoni këtë qeverisin e BDI-s. Është një proces pak i gjatë kjo, nuk mund ta elaborojmë për 1 minutë ose 2. Jo, keni kohë mjafton shumë? Sigurisht. Periudhat kur kryetari i atëhershëm jon, Arben Taravari, insistonte me çdo kusht që të largohet nga qeveria për arsye të tija, të cilat ende janë të paqarta, edhe ka dashur të na involvojë të gjithë dhe të na tërheqë së bashku me të. Ne kemi pas debate edhe brenda organizimit tonë politik, por her pas her kemi pas edhe biseda tona private. Edhe nga njëherë nuk është burrërore që kur bashkë bisedon me dika edhe i nxjerr pastaj në publik. Unë e kuptoj se aja është i tillë, edhe ka dash që sidomos mu, figurën time dhe të Omer Ajdinit, na involvoj në tregimin e tij, në storjen e tij, për të na nxjerrë keq karshi elektoratit andej. Është e vërtetë që kam qenë në zyrën e tij dhe kemi bashkë bisedu, ajo ka qenë pas manifestimit të 2 muajt në Slupçan, ku kemi bashkë bisedu për mënyrën se si ne do të vazhdojmë ose cili do të jetë rrugtimi ynë politik në vazhdim o në bashkëpunim me BDI-n ose ngelja në kuadër të koalicionit Vlen. Edhe aty është publike që emri im është përfol, jo me iniciativë time ose me kërkesën time, gjatë gjithë kohës, këta e kam potencu, është përfol edhe mes meje dhe kryetarit, gjithashtu ai ka përfol edhe emra të tjerë dhe ndërkohë ai tregon vetëm njërën pjesë të storjes. A është e vërtetë që ju keni pranuar që me mbështetjen e BDI-s të jeni kandidat për Likovën? Dëgjoj, ai ka qenë proces. Madje zoti Taravari transmeton jo që keni pranuar, jo keni kërkuar sipas. Jo, ai mund të thotë çfarë të don, por unë mendoj se opinioni i gjerë duke po veprimtarinë e tij politike, ku e jep edhe një definicion edhe vetë ish kryetari Jon Ziadini, ku thot i ndron qëndrimet politike,
A e ban këta me qëllim, na involvoj. Unë edhe kështu du që them, se në fund bisedës, a i ka kërku prej meje, nuk e ka tregu këtë vazhdimin, ka kërku prej meje, që të shkojmë zbashku me të pim një kafe me Riadin edhe me babën e tij Isniju. Për mua ju ka qenë e papranueshme dhe në fund bisedës unë ju kam falenderu për bashkëpunimin e deritalishëm edhe jemi nda. Nga ai moment, për hir të vërtetës, ai më ka kërku pas disa ditësh në telefonat, unë nuk ju kam përgjigj, veç ju kam kthy një mesazh që nuk kam mundësi të përgjigjem, edhe ka prit që unë të përgjigjem thirrjes tij. Ndërkohë është edhe një vërtet tjetër. Gjatë bisedave, sepse ka pas kalkulimet jashtëzakonshme në atë periudhë, gjatë bisedës, kur është marrë vendim që ne nuk shkojmë andej, edhe është përfol që kandidatura e kryetarit komunës do t'i takon lëvizjes Taravarit, ndërkohë edhe kandidati Erkan Arifi kërkon një takim urgjent me Arben Fetaun, edhe takon, kërkesa e tij ka qenë që po që se kandidohet dikush prej aleancës, ai dale me një kandidaturë të pavarur, me kush që ta përmbajmë edhe ne. Ku ka ndodhur ky takim, zoti? Ka ndodhur dhe i pyetni aktor. Po jo me që po e tregoni për herë të parë këtë informat, do duhet t'i dim edhe detajet që mos ngele çështje mohabetesh. Jo, absolutisht, po na duhen momente tjera që ky takim për cilën pretendoni ju normalisht që është një akuzë ndaj kryetarit aktual të komunës Likovës, zoti Erkan Arifit, çka ju do thotë flisni për një takim që ka ndodhur mes tij dhe zëvendës kryeministit Arben Fetaj. Po, mesin e tyre ka pas edhe shumë të tjerë aktor. Që koalicioni vlen ta mbështesë kandidaturën e Erkan Arifit në shkëmbim të çfarë? Kjo nuk është kalkulim, kjo është e vërtetë. Jo, po përmbajtja është kalkulim. Mirë, po në shkëmbim të çkajt ti ofrohet mbështetja? Nëse koalicioni vlen do duhet ta mbështesë Erkan Arifin, pse? Me vetëm në arsye se andej kandidohet një kandidat i cili nuk i takon strukturës së BDI-s. Ta minoje procesin. Kur ka ndodhur ky takim? Ka ndodhur në çat periudhën dikun ka muaj qershor. Edhe zoti Fetaj pra ju ka përgjigjur pozitivisht kërkesës për të takuar. Edhe takimi ka ndodhur. Ku ka ndodhur, ju pyeta zoti Sadiko? Për detajet thash ata mund ta japin. E pyet një Erkanin, ju tregoj. Dakor. Zoti Sadiku, ju sot jeni kandidat për kryetar komunën në Likovë, po para kësaj keni pasur edhe sfida të tjera në politikë. Në vitin 2017, kur Aleanca për Shqiptarët u bë pjesë e qeverisë, ju atëherë u zgjodhët u emëruat drejtor në qendrën shtetërore të provimeve. Mirë, po pas 100 ditëve, Aleanca për Shqiptarët u tërheq nga qeverisja dhe ju shkarkuat nga pozicioni i drejtorit. Për atë periudhë, nga aktiviteti tuaj që keni qenë jo aktiv, do me thonë në aktivitetin tuaj partijak, për një moment është vërejtur një pasivizim. Më vonë, kur Aleanca për Shqiptarët sërish është bërë pjesë e pushtetit, sërish është vërejtur një aktivizim i juaj, madje keni qenë edhe kandidat për deputet. Kështu më vonë sërish kur ndodhi ndarja e Aleancës në dy pjesë për herë të parë mes zotit Sela dhe zotit Taravari, sërish pozicionimi juaj ishte në krahun e Taravarit, pjesë e cila pretendoi që me njëherë pas qeverisë teknike do të jetë pjesë e pushtetit. Kur ndodhi ndarja e dytë sërish në Aleancën për Shqiptarët, ju zoti Sadiku u pozicionuat sërish në anën e zotit Fetajt, pjesë Aleancës për Shqiptarët që ngeli në qeveri. Dhe tani, duke pas parasysh këtë rrugtim, kush është Nexhmedin Sadiku? Një politikan që e synon ndryshimin përmes pushtetit, apo një politikan që nuk mund të mbijetoj dot pa pushtet? Okej, pak i ke ngatru kronologjinë e ngjarjeve, sepse unë më plotësoni nëse ka gatresa. Po, atëherë nëse doni historinë e plotë unë edhe tregoj. Në vitin 2016 nuk kam qenë pjesë e strukturave politike, ka qenë përsëri edhe atëherë një iniciative, një grupi të caktuar që për shkak të profesionalizmit tim edhe të kaluarës sime, qem kandidat për deputet bartës liste në zonën 2
i koalicionit të atëhershëm. Normalisht pas bisedimeve me ta, edhe me familjen, me shokë, unë e kam pranuar pozicion. Ka qenë një luftë e ashpëra atëherë, për arsye se rrethonat politike kanë qenë të ndryshme nga rrethonat politike që janë sot. Ne atëherë nuk kemi arrit ta fitojmë mandatin, por si strukturë politike jo e konsoliduar atëherë, ne kemi arrit të grumbullojmë mbi 6.200 vota. Ndërsa për hir të vërtetës, këtu në Shkup, Zërit Taravari ka qenë i dyti në listë në atë kohë dhe kanë grumbullu 3.000 vota. Pas konstituimit të qeverisë, faktikisht unë kam qenë i anashkalum një kohë në vendimarrje dhe ndarjen e pushtetit. Dikush bëhet ministër, dikush bëhet zavens ministër në atë kohë, dikush merr edhe pozitën e drejtorit, edhe unë normalisht kam kërku një takim. Ndjes, zoti Sadiku, regjia po më informon që jemi në minutat e fundit. Ama tash hapen i tem, edhe fave që më kanë shkarku. Jo, nuk më kanë shkarku. Jo, keni vendosur dhembje nga qeveria. Ju kanë shkarku pjesa që kanë dhënë. Jo, gabim e ke. Në vitin 2017, kur do 100 ditët e para qeverisjes së Aleancës për shqiptarët, kur zoti Taravari ishte ministër i shëndetësisë për atë periudhën po flas. Jo, një moment. Në atë periudhë ne pas zgjedhjeve lokale të vitit 2017, vendimi i kryesisë qendrore, ku kam qenë unë pjesë e saj, ka qenë që ne dalim nga qeveria. Edhe të gjitha funksionet që i kemi ushtruar ne, i kemi lënë në mënyrë vullnetare dhe kemi dhënë dorëheqje. Ne dorëheqje kemi dhënë atë kohë. Jemi tërheq. Kjo ka qenë e vërteta. E vërteta ka qenë pastaj që kemi pas disa... Mirë, po... Pastaj kyçja ime nuk ka qenë si rezultat përsëri insistimit tim, ka qenë rezultat insistimit konkretisht i kryetarit të atëhershëm Zjadin Sela dhe Arben Taravarit, që unë të kyçën përsëri që jap kontributin e tim politik. Atëherë nuk kanë qenë pjesë e qeverisë, unë jam kyç, kam dhënë kontributin. Pastaj në hyrjen e parë të qeverisë, pjesë e qeverisë, kur jemi bërë në vitin 2023, unë s'kam marrë asnjë pozicion. Cila ka qenë arsye, unë 3 pjesë e qemë e struktura politike, kam vazhduar të qemë pjesë, nuk ka pas absolutisht asnjë hatërmbëqje në drejtim se ashtu kanë vendosur strukturat, unë nuk kam pas asnjë pozicion, as vendimarrës, po as s'kam qenë pjesë dhe një ndarje tjetër. Pastaj me ndarjen e parë të Aleancës, ku ne vendosëm të jemi pjesë e vlenit, ne u pozicionuam, kryesisht pjesa jonë jemi pozicionu, gati të themi mbi 95% kemi qenë pjesë e mbështetjes së Arben Taravarit. Gjatë vitit 2024 kam qenë pjesë aktive e gjitha organizimit, kam qenë kryetar shtabi, kam qenë koordinator i zonës Likovës, ku kam udhëheqë zgjedhjet e vitit 2024, edhe presidenciale, edhe parlamentare. Kështu që nuk ka pas asnjë dilem. Pra nuk është çështja që nuk mund të mbijetoni pa pushtet. Absolutisht, jo. Nuk e kam pak më herët e cituat një deklaratë të ish-kryetarit tuaj që e ka dhënë për ish-kryetarin tuaj. Tani, a jeni të kënaqur me kryetarin aktual? Sepse ngjan që strukturat e Aleancës për shqiptarët vazhdimisht kërkim në liderit të një kryetarit. Po, e përmendet zoti Selën si ish-kryetar tuaj që ka... Ne nuk kemi ende, për shkak të ndarjes edhe të strukturimit, ne ende nuk kemi zgjedhje të rregullta brenda organizimit ton politik. Ne kemi vetëm një trup koordinues. Kush është kryetari aktual për ju, zoti Sadiku? Kryetari grupit koordinues është Arben Feta, ku jemi pjesë, jam edhe unë edhe plot të qie. Por ende nuk kemi strukturim të mirëfillt. Faktikisht ne... Pra nuk e konsideroni si kryetar fuqiplot, zoti Feta? Normalisht, aja është e ushtron detyrën e udhëhecit të trupit të koordinues. Nuk... Ne jemi të kënaqur normalisht, sepse ne jemi në kontakt të vazhdueshëm, ne vim prej të njëjtit vend, ndajmë të njëjtat mendime dhe nuk ju mungon koordinimi. Zoti Sadiku,
ku jeni tatim pagues në pronë, në qytetin e Kumanovës apo në komunën e Likovës? Kur thuhet në pronë, nën kuptohet ajo. Pagues në Po, pronë. kur thuhet në pronë, nën kuptohet ajo që ku kam unë pronë. Në atë që të fleta ose të dhënat të Komisioni Antikorruptiv, në momentin që bëhesh drejtor, ose merr deklaron pasurinë. Unë pasurinë në qytet nuk kam. Pasuria është e trashëguar e gruas sime, faktikisht ajo është taksa paguesa që prona ime është në Slupçan. Faktikisht është në Ku jetoni ju, zoti Sadiku? Jetoj edhe këtë çështje kemi diskutuar dhe kemi sqaruar. Unë kryesisht... Vetëm janë pyetje të shkurta dhe kërkojnë përgjigje të drejtë për drejta sa më shkurt. Unë kam kushtet jetoj edhe në Slupçan, edhe në Kumanov. Mund të jetoj edhe andej edhe këndej, për shkak afërsisë që e kemi, për shkak të... Po, zoti Sadiku, se kjo unë mund, ne nuk pyetëm ku mund të jetoni, po ku jetoni pyetja? Aktualisht jetoj në qytet, mund të jetoj në fshat, ajo për mua është pak irelevante, se e shoh që është tendencioze kjo. Jo, po nuk keni ju i vetëm, ka dhe kandidat tjerë që në komuna që garojnë. Ta sqarojmë një çështje. Situata e njëjtës edhe me kandidaturën në QE. Unë, gjatë gjithë jetës sime profesionale, arsimore, edhe politike, veprimtarinë e kam në komunë të Likovës. Aqe jam pjesë aktivit, aqe e kam familjen, aqe i kam miq, shok, normalisht pa janë shkaluar edhe pjesën e qytetit, se ne Kumanov, Likovë, frymojmë bashkë, jetojmë bashkë, kemi afër. Gjitha shërbimet administrative. Dakor. Zoti Sadiku, për në fund, pse qytetarët duhet t'ju votojnë juve dhe jo kundër kandidatin tuaj? E para, për shkak të zhvenimit nga qeverisja e deri tanishme që i përmendëm të gjitha ato lëshimet të cilat ata i kanë bënë në mos përmbushjen e objektivave kryesore të banorëve, gjithashtu edhe për shkak të kaluarës sime profesionale, menaxheriale në institucione të ndryshme, ku askush për mua nuk mund të thotë, këtë mund ta deklaroj çdo kush, që unë në të kaluarën time kam ndonjë njoll apo ndonjë gjë të keqe, unë edhe që e para banorët kanë nevojë për besueshmëri, të më besojnë që unë do të jem një udhëheqës i drejtë, transparent dhe do të jem menaxhues i mirë për të gjithë vendbanimet në komunën e Likovës. Mirë, zoti Sadiku, ne ju falenderojmë për prezencën tuaj këtu dhe ju urojmë suksese në garë. Faleminderit, gjithashtu edhe unë juve ju uroj suksese në punën tuaj si gazetar dhe si shtëpi televizive. Faleminderit shumë. Ndërkaq, ju shikues të nderuar, mirëmbëçi deri në intervistat e radhës apo përballjen e radhës me kandidatët që garojnë për komuna tjera në nivel vendi.